pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ban mëkatet dhe gjunat publikisht, vetëm se Allahu azza wa jall çon vdekje në mesin e tyre. Ndërsa me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur gjunai dhe mëkati, kur të bëhet publikisht, kur të kërkohet zyrtarisht, Allahu azza wa jall e dënon atë popull me lloj dënime që baballarët e tyre nuk i kanë përjetuar dhe nuk kanë ni për ato. Pra vëllezër të ndershëm, smunje të lloj-llojshme i paraqiten atyre, për çka se Allahu azza wa jall ka paralajmëruar, ka treguar dhe ka thonë, përderisa mëkatet bëhen publikisht, Allahu azza wa jall dënon atë popull me lloj smunje, që as emrin e atyre smunje se kanë ndëgjuar nga baballarët e tyre. Smunje të ndryshme ka në mesin e tyre, smunje që Allahu azza wa jall i ka dërguar atyre, të cilët largohen nga natyra për të cilën Allahu azza wa jall i ka kriju njerëzit.